Në një moment kritik për sigurinë euroatlantike, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte mblodhi në selinë e Aleancës në Bruksel drejtuesit e shërbimeve të inteligjencës civile dhe ushtarake nga të gjitha vendet aleate. Shqipëria në këtë takim u përfaqësua nga Vlora Hyseni, drejtoresha e shërbimit informativ të shtetit. Pjesëmarrja në këtë mbledhje të rëndësishme ka një peshë strategjike për Shqipërinë, që tregon edhe një herë angazhimin e vendit tonë në bashkëpunimin për sigurinë me aleatët e NATO-s. Gjatë takimeve u zhvilluan diskutime strategjike mbi çështjet kryesore të sigurisë, përfshirë agresionin rus në Ukrainë, marrëdhëniet e Moskës me Kinën, Korenë e Veriut, Bielorusinë dhe Iranin, si dhe të ardhmen e inteligjencës së NATO-s me fokus tek teknologjitë e reja. Rutte nënvizoi se lufta në Ukrainë tregon se siguria nuk është rajonale por globale, duke theksuar se aleatët po shkëmbejnë inteligjencë më shpejt dhe më gjerësisht se kur më parë. Takimet vjetore shërbejnë për harmonizimin e politikave dhe strategjive të inteligjencës, duke forcuar mbështetjen për planet dhe operacionet e NATO-s. Përveç seancave vjetore në Bruksel, komitetet mblidhen rregullisht përgjatë vitit.